Përshëndetje, unë jam Kastret Ymiri dhe sot së bashku do ta shpjegojmë njësinë sybrina sipërfaqes katërkëndshme me diagonale normale. Konkretisht do të flasim për deltoiden. Do ta përkufizojmë deltoiden dhe do ta gjejmë formulën për njësimin e sybrinës së sipërfaqes së deltoidit. Trapezoidi, një diagonale dhe brinja e të cilit sajojnë dy trekëndsha barakrahësh jo kongruent quhet deltoid. Në figurë shohim të paraqitur një deltoid, diagonalet e të cilit priten në koordinatët shkallë. Pra, këto diagonale janë normale. Figura gjeometrike me këto karakteristika quhet deltoid. Në vazhdim, do ta gjejmë formulën për njësimin e sybrinës së sipërfaqes së deltoidit. Në figurën këtë është paraqitur një deltoid. Deltoidin e kemi ndarë në dy trekëndësha barakrahësh. Trekëndëshe me ngjyrë të kaltërt, që ka bazën 2n dhe lartësinë hn, dhe trekëndëshe me ngjyrë të portokallët, që ka bazën 2n dhe lartësinë hd. Shohim se d2 është i barabartë me hn plus hd. Tani njësojmë veç sybrinën e sipërfaqes së trekëndëshe të kaltërt dhe sybrinën e sipërfaqes së trekëndëshe të portokallët. Shuma e tyre do të jetë sybrina e sipërfaqes së deltoidit. Pra, me s e shënojmë sybrinën e deltoidit, ndërsa sn plus sd shumën e sybrinave të trekëndëshave në fjalë. Formula për njësimin e sybrinës së sipërfaqes së trekëndëshit nga njësia e kaluar e dim që është baza herë lartësia thyje për d. Në trekëndëshin e kaltërt për bazë kemi 2n, ndërsa për lartësi kemi hn. E kemi shënuar 2n herë hn të dytat plus në trekëndëshin e portokallët formula për njësimin e sybrinës së trekëndëshit ishte 1/2 baza herë lartësia. Për bazë këtu kemi 2n, ndërsa për lartësi kemi hn. Në hapjen e radhës e kemi faktorizuar 2 nishin dhe kemi marrë në klapa lartësitë hn plus hd të dytat. Nga këtu shihet se d2 është i barabartë me hn plus hd edhe kemi zëvendësuar. hn plus hd kemi vendosur dd. Kështu kemi gjetur sybrinën e sipërfaqes së deltoidit. Sybrina e sipërfaqes së katërkëndshit me diagonale normale është e barabartë me gjysmën e prodhimit të atyre diagonaleve. Pra, s e barabartë 2n herë dd të dytat. Në vazhdim, do t'i njësojmë disa detyra në lidhje me sybrinën e sipërfaqes së deltoidit.